Kush jam unë dhe pse ekziston ky kanal? Sot dua t'u tregoj pak për veten, kush jam, çfarë njohurish dhe çfarë kuptimesh dua të ndaj me ju, si dhe pse lindi ky kanal. Dua t'u tregoj çfarë më ka shtyrë të krijoj dhe cili është qëllimi im. Që kur isha i ri, rreth moshës 10 deri 25 vjeç, përjetova ngjarje dhe përvoja që lanë zhurmë të thella tek unë. Në atë kohë nuk arrija t'i kuptoja lidhjet mes tyre. Pikrisht kjo më bëri t'i bëja vetes vazhdimisht të njëjtat pyetje. Çfarë e shtyn njeriu të veprojë? Pse njeriu sillet ashtu siç sillet? Pse njeriu bëhet i keq? Çfarë e shtyn një njeri të vendosë t'ia marrë jetën një tjetri? Këto pyetje nuk më lan kurrë të qetë. Nga kurreshtja fillova kërkoja përgjigje. Me kalimin e kohës kuptova se nuk ishte vetëm kurreshtja. Dëshira ime më e madhe ishte të kuptoja njeriun, mendimet e tij, ndjenjat, frikërat, shpresat dhe mbi të gjitha arsyet që qëndrojnë pas çdo veprimi. Jam rritur në një familje muslimane liberale. Prindrit e mi kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë besimtar, por jo tepër praktikues. Në familjen tonë kanë mbizotëruar gjithmonë respekti, dashuria dhe liria. Sa i përket fesë, kulturës apo dhe zgjedhjes së partnerit, askush nuk më imponoi kurrë asgjë. Për këtë, do t'u jem gjithmonë minjos prindërve të mi. Por si dje njeri që gjithmonë ka pyetur dhe ka reflektuar thellë, fillova të vënë në pikpyetje edhe besimin tim. Nuk doja të besoja vetëm sepse ma kishin thënë të tjerët, doja ta kuptoja, kërkova dhe gjeta rrugën time. Sot jam i bindur se ekziston një fuqi më e lartë mbi ne. Unë e quaj Zot, por jo ashtu siç e përshkruajnë apo e kufizojnë shpesh fet. Për mua Zoti nuk njeh fe. Ai njeh vetëm dashuri, nuk i ndan njerëzit sipas fesë, kombit apo kulturës së tyre, por i sheh sipas zemrës, karakterit dhe veprave të tyre. Ky besim nuk më ndaloi të bëja pyetje, përkundrazi, më shtyu të kërkoja edhe më shumë. Fillova të studioja psikologjinë, biologjinë, evolucionin, filozofinë dhe historinë. Doja të kuptoja pse njerëzit duan, tradhtojnë, urrejnë, gënjejnë, ndihmojnë, falin apo shkatrojnë. Me kalimin e viteve kuptova se sot rrallë gjen njerëz që i vënë gjërat vërtet në pikpyetje. Njerëz që nuk analizojnë vetëm botën përreth tyre, por edhe vetveten. Shpesh shohim njerëz që besojnë verbërisht atë që dëgjojnë, vetëm sepse kështu u është thënë, ose sepse shumica mendojnë njësoj. Unë kam mësuar të mos besoj kurrë verbërisht. Kam mësuar të bëj pyetje, të kërkoj prova dhe të shkoj gjithmonë deri te rrenia e një çështje. Nuk më interesojnë përgjigjet sipërfaqësore. Ajo që më tërheq është thellësia. Më intereson të kuptoj shkaqet, jo vetëm pasojat. Dhe sa më shumë mësoj, aq më shumë kuptoj se sa pak di dhe sa shumë kam ende për të mësuar. Për shumë vite kërkova dikë që mendon në këtë mënyrë, dikë që reflekton, që jeton me vetdije dhe që shpjegon psikologjinë e njeriut, mekanizmat e mendjes dhe arsyet e sjelljes son. Dikë që nuk kënaqet me përgjigjet të thjeshta, por kërkon gjithmonë të shoh më thellë, pas asaj që duket në sipërfaqe, por nuk e gjeta kurrë atë që kërkoja. Atëherë mu kujtua një thënie Mahatma Gandhit që thuhet: bëhu vetë ndryshimi që dëshiron të shohësh në këtë botë. Kështu vendosa ta krijoj këtë kanal, jo sepse mendoj se i di të gjitha, përkundrazi. Sa më shumë mësoj, aq më shumë kuptoj se sa shumë kam ende për të mësuar. Ky kanal është edhe rrugëtimi im. Dua të kërkoj, të kuptoj dhe të ndaj me ju gjithçka
që më ndihmon të kuptoj më mirë natyrën njerëzore. Nuk dua të them se çfarë duhet të besoni apo si duhet të mendoni. Qëllimi im është t'ju ftoj të mendoni bashkë me mua. Dua të shikojmë së bashku pas perdes, atje ku fshihen shkaqet e vërteta të sjelljes njerëzore, sepse ajo që shohim është shpesh vetëm rezultati. Arsyet e vërteta zakonisht mbeten të fshehura. Unë besoj se askush nuk lind thjesht i mirë ose i keq. Pas çdo sjellje fshihen përvoja, frikra, nevoja, plag, bindje dhe zgjedhje. Pikërisht aty dua të shikojmë së bashku. Qëllimi im nuk është të gjykoj njerëzit, por t'i kuptojmë ata, sepse besoj se kur kuptojmë lind mëshira, dhe mëshira nuk është dobësi. Ajo është themeli i paqes, drejtësisë dhe njerëzisë. Qëllimi im është t'ju nxjis të mendoni, të bëni pyetje, të reflektoni dhe të shihni pas perdes, atje ku fshihen shkaqet e vërteta të sjelljes njerëzore. Nuk dua t'ju jap përgjigjet e gatshme dhe as t'ju tregoj se çfarë duhet të besoni. Dua që secili për jush të ndërtoj mendimin e vet, të kërkoj të vërtetën me mendjen e tij dhe të mos pranoj asgjë verbërisht, as atë që them unë. Nëse mësojmë të shohim pas perdes, nuk do të kuptojmë vetëm njerëzit e tjerë, por edhe vetveten. Nëse edhe ju jeni njerëz që nuk kënaqeni me përgjigjet e lehta, por kërkoni të vërtetën, doni të kuptoni me thellë natyrën njerëzore dhe jeni të gatshëm të sfidoni edhe bindet tuaja, atëherë besoj se ky kanal është edhe për ju. Mirë se vini në Njerëzor, fjalë për shpirtin. Le ta nisim së bashku këtë udhëtim. Nëse ju pëlqeu kjo video dhe doni të jeni pjesë e këtij udhëtimi, abonohuni në kanal. Shihemi në videon e ardhshëm.